Shkodra ishte ndalesa pare e turit kombëtar që po zhvillonin stat në disa qytete të vendit në kuadër të prezantimit të platformave digjitale dhe forcimit të qeverisjes vendore përmes statistikave zyrtare. Agenda për integrimin e Europë në fakt do të thotë edhe evidenca më të mira dhe të dhëna më të pasura. Dhe neve sot jemi në një situatë kur kjo agent nuk është vetëm kombëtare, por ajo është edhe lokale dhe rajonale. Arritjeve që Shqipëria do të tregojë në këtë rrugtim për integrimin e Europë do të varet edhe nga forcimi i qeverisjes vendore dhe rolin që ajo do të luajë për zhvillimin e vendit. Ndërsa përfaqësuesja e Bashkëpunimit Zviceran për zhvillim Sabin Picard vuri theksin të rëndësia të lënave të sakta për zhvillimin e komuniteteve lokale. Zvicra beson fort se qeverisja e mirë fillon me të dhëna të mira. Bashkitë sot pritet të përgjigjen sfidave gjithnjë më komplekse, nga planifikimi urban dhe shërbimet publike te përfshirja sociale, zhvillimi ekonomik lokal dhe menaxhimi i mjedisit. Gjatë workshopit u prezantuan dashbordet dhe platformat digjitale të Instatit për shpërndarjen e statistikave në nivel rajonal, ndërsa u zhvilluan edhe diskutime mbi përdorimin e të lënave në hartimin e politikave lokale dhe vendimmarrjen e bazuar në evidencë.